Një problem, për shembull tek Zvëneci, unë mendoj që protesta në vetvete që po bëhet në Tiranë, nuk po flas protestën atje, do ta marr hapasave, po flas protestën në Tiranë. Zvëneci ishte pika e vlimit. Pra, nuk kanë të bëjnë njerëzit kundërshtojnë investimin, ose njerëzit kundërshtojnë pjesën që ka të bëjë me rrethimin. Edhe ata e kundërshtojnë, por protesta në vetvete është një protest, një shpërthim kundër arrogancës. Dhe ti ma bështet që nuk ka të bëjë me një rast. Pra unë jam i sigurt, njerëzit, mira njerëz ishin, dhe unë isha dhe vetë e pash, sepse kisha kuriozitetin të shikoja kush ishin. Dhe pashin protest shumë qytetare, pash shumë të rinj, pash shumë vajza, pash shumë zonja. Pash dhe qeleshe. Pash edhe socialist dhe demokrat. Pash dhe qeleshe. Se ne i njohim edhe socialist dhe demokrat. Pash dhe qeleshe. Po kishte pastaj edhe pjesë e folklorit, kishte lloj-lloj njerëzish aty që morën mikrofonin, por gjithsesi, unë mendoj që në thelb Në dje ishte një thirrje, më fal që po të presë. Protesta ishte një protestë kundër arrogancës. Qytetare, dakord. Aty me arrogancën jam 100%. Jam dakord me ty. 100% e para, që Zvëneci nuk kishte pse rrethohej. Me ato tela me gjoma se me qenë. Dhe tërheqja zvarr. Tërheqja zvarr, domethënë, në sy të policisë. Po mirë, tërheqja zvarr. Dhe polici që rinte shikonte. Po, tërheqja zvarr. E para u bë shembull. Dhe këtu kam rastin të duhet falenderuar nga qytetarët dhe po bën një punë mirë drejtori i ri i policisë. Absolutisht jam shumë dakord me ty. Sepse në moment skandolën më parë, në moment morën masa. Skandolën më parë dhe është hera e disa. Hoqën licenca të dy kompanive private. Pra, kur smerret masa, atëherë duhet ashtu. Sepse tash pse mund bëjë një veprim të çment tash këtu, nuk e ka fajin shteti. Absolutisht, bie dhe unë shumë dakord me këtë. Dhe këtë drejtim. Dhe hera e disa arroganca e këtyre maskarenjve. Më ka ndodhur mu personalisht, ai është problem. Me një bos, shoferi bosit të doli vetëm se mjofton në shfati që na njohin, u doli me thuj xhom në makinës me mrap pse i zuna rrugën pa dashje. Ja, imagjino çfarë kafshësh kanë këto, sepse janë bosa të tillë. Janë bosat e këtyre që ushqejnë këto tillë e dalin këto si cuba. Tërhiqi herë ato zvarr, biles mendimi tim ai duhet të tërheq zvarr. Siç tërhoqi zvarr atë, duhet të tërheq zvarr ky tjetri.